2 herë kryetar komune, për herë të 6 kandidat, Nevzat Bejta përballë Valbon Limanit në garën për Gostivarin. Përse vendosi të kandidojë sërish dhe çfarë ndryshe pos logës së partisë ofron Nevzat Bejta për Gostivarasit, do të mësojmë nga vetë ai. Mirëmbrëma zoti Bejta dhe mirëseardhët në Arsat. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Siç thash dhe në hyrje, 2 herë ishit kryetari komunës së Gostivarit, 3 herë humbët zgjedhjet, për herë të 6 kandidoni për kryetar të Gostivarit. Përse mendoni se këtë herë do ta fitoni besimin e qytetarëve? Mendoni se logoja e Vlenit do t'ju sjellë më shumë fat? Unë kam qenë 2 herë 2 mandate kryetari komunës së Gostivarit, edhe qytetarët e mi, qytetit Gostivarit, e mbajnë mend mirë se çfarë punë kam bërë në 2 mandate. I dinë gjithë punët që i kam bërë për qytetin tim të Gostivarit. E dinë se si ka lullzuar Gostivari. E dinë se sa projekte kam realizuar në të mirën e qytetarëve të Gostivari. E dinë se si ka qenën higjiena. E dinë punët që janë bërë me një kualitet të madh. Për shembull, asfaltimi i rrugëve, edhe pse kanë kaluar 20 vjet, as pak nuk janë prishur. Për dallim prej tash, për 1 vit është asfaltuar rruga dhe ajo është damtuar. Arsimi ka lullzuar, kultura ka lullzuar, infrastruktura ka lullzuar. Kam përgatitur projekte edhe të mëdhaja, por nuk e mora mandatin e tretë, edhe ata që erdhen, leqës bën asnjë punë, nuk realizuan asnjë projekt. Sa i takon kandidimit tim si kandidati i mundshëm për kryetar të komunës, nuk është dëshira jeme, është kërkesë e shumicës së qytetarëve. Përse tani, zoti Bejta? Përse nuk kandiduat për shembull në tetor? Pavarësisht ta përfundoj, pavarësisht se kuj partije politike i takon, pavarësisht kuj nacionaliteti i takojnë, edhe kam marrur mbështetjen e gjithëve liderëve të Vlenit. Këtë e bëjmë për të mirën e Gostivarit, për shkak se Gostivari për 8 vjet të shkuar është shkatruar, edhe na tash jemi bashkuar, bashkë me qytetarët, bashkë me liderët e Vlenit, për të mirën e Gostivarit, që të bëjmë punë të mira për Gostivarin, edhe të bashkuar të dalim në fitoren e madhe të 11 janarit, dhe t'ja kthejmë bukurinë qytetit të Gostivarit dhe qyteti i Gostivarit të shkëlqejë ashtu siç ka shkëlqyer në 2 mandatet e mia. Po, pyetja që parashtrohet është përse tani? Në tetor ishin zgjedhjet dështuan për shkak të censusit, nuk kishit ofertë atëherë, apo tani vendosët sepse kalkuluat politikisht, apo përse pikërisht tani erdhi vendimi juaj? Tash shumica e qytetarëve edhe gjetëm gjuhë të përbashkët me liderët e Vlenit, edhe gjithë partitë politike të cilët janë në qytetin e Gostivarit. Ka qenë kërkesë e tyre që të bëjmë punë të mira për Gostivarin edhe mos të lejmë që dikush për interesat e veta politike, për të ngelur në skenën politike, duke bërë akrobacione, duke përdorur një fjalor ofendues politik, edhe duke i mashtruar qytetarët të ngelen në skenën politike, dhe unë plotësoj kërkesën e qytetarëve për të mirën e Gostivarit. T'ja kthejmë krenarin qytetit Gostivarit. Mirë, edhe ju jeni në politikë shumë gjatë, mbi 20 vjet jeni në politikë, përse tani vlerësoni se jeni kandidati i duhur, përveç logos së partisë, siç thash që tani është Vlen, në të kaluarën ka qenë BDI, çfarë ndryshe mund t'i ofroni Gostivarit? Po e din qytetarët e Gostivarit se si kam punuar unë në 2 mandate e shkuara. Unë kam punuar edhe ditën edhe natën dhe çdo gjë e kam kontrolluar. Higjiena ka qenë në nivel shumë të lartë. Edhe gjithkush që ka ardhur nga jashtë është habitur me mirëmbajtjen e higjienës. Gjelbrimi ka qenë në nivel të lartë. Arsimi ka lullzuar, kam rregulluar shumë shkolla, kam rregulluar shumë qerdhe. Kam përmirësuar infrastrukturën. Mos i përmendi shumë projekte, po i përmendi 4 projekte që i dinë qytetarët. Unë jam kryetari, i vetmi kryetar që kam ndërtu urën liste mbi lumin Vardar, që edhe sot e kësaj dite
qytetarët mburën me atur se është bërë shprazje e komunikacionit. Kam hapur rrugën që thunë ka hapur askush për 50 vjetë të shkuar në Sivnis, Nova Thel, që lidhen me rrugën e Mavrovës. Kam hapur rrugë në mes të qytetit, në lagjën e 18 nëntorit, që është shprazën komunikacioni. Kam hapur rrugë që është lidhur autostrada edhe komuna Vrapçishtin me vendbanimin e Çegranit. Dhe këto punë të mira janë bërë në kohën time. Edhe qytetarët e dinë se unë kam bërë punë të mira në të mirën e qytetarëve dhe janë të bindur se për 4 vjetë të ardhshëm në Gostivar do të realizohen projekte të mëdha dhe kam mbështetjen e qeverisë për të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Nëse nuk do të kishte mbështetjen e qeverisë, atëherë unë nuk mund të bëj punë të mira për qytetarët. Unë nuk vi për të bërë politikë. Unë vi për të punuar për të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Po, zoti Bejta, a është kjo gara më e vështirë në karrierën tuaj politike, pasi për herë të parë nuk e keni Ali Ahmetin për krah, por për balë? Jo, nuk besoj se kam unë Ali Ahmetin për balë. Ali Ahmetin e kam pasur unë kryetar, unë për balë e kam Arben Taravarin, i cili e ka shkatruar qytetin e Gostivarit për 8 vjetë të shkuar. Por tani janë në koalicion, kanë bashkuar forcat. E kam për balë Valbon Limanin. Edhe unë nuk kam, unë e kërkoj edhe votën, edhe nga antarët e BDI-s, edhe nga antarët e VMRO-s, edhe nga antarët e Partisë Turke, Partisë Rome, nga krahët e Aleancës, edhe nga gjithë partitë politike që janë në komunën e Gostivarit. Po mbi gjithash, unë kërkoj votën nga qytetarët e Gostivarit. I dua qytetarët e jenë të bashkuar për të mirën e qytetit të Gostivarit. Megjithatë, zoti Taravari ka bashkuar forcat me zotin Ahmeti. Është koalicioni AKI që mbështet kandidatin e Aleancës krahut të Taravarit, zotin Valbon Limani, dhe që në zgjedhjet e tetorit arriti një rezultat shumë të mirë. Dallimi mes AKI-s dhe Vlenit ishte shumë i madh në vota. Realisht, mendoni se mund ta përmbysni këtë rezultat? Besoj që po, edhe do kemi një rezultat shumë të mirë, se qytetarët e duan Gostivarin dhe nuk do t'ju përmbahen urdhrave të liderëve, se s'kam pse t'ju përmbahen, se nuk kanë një arsye, se ato e dinë se si e kanë shkatruar qytetin e Gostivarit, që qeverisës të tyre, si e kanë shkatruar arsimin, kulturën, infrastrukturën, dhe që nuk kanë realizuar atë një projekt. Kanë harxhuar 30 milion euro dhe kanë lënë komunën në borxh. Dhe ku kanë shkuar ato 30 milion? Atë një projekt nuk është realizuar. Mjetet i kanë harxhuar për të punësuar aktivistë dhe militantë të partijisë në komunë, edhe duke u dhënur aktivistëve dhe militantëve të vetë rroga për të bërë aktivitet politik, edhe duke ndetur në shtëpi. Merr me mend, për 10 vjetë sa tholla kanë shkuar, sa financa kanë shkuar. Për 10 vjetë duke financuar aktivistët që nuk kanë punuar, por kanë bërë aktivitet, edhe ata që i kanë pranuar, kanë ndetur në komunë dhe nuk kanë bërë punë, kanë shkuar mbi 15 milion euro. Ato janë pare të qytetarëve. Edhe punët që i kanë bërë, për shembull, kanë asfaltuar ndonjë rrugë, se s'kanë bërë ndonjë punë tjetër. Ato rrugë për 1 vjet janë shkatruar. Do ju marr edhe një shembull. Mjetet që vinë nga fondet e buxhetit të shtetit, nga Ministria e Arsimit, për mbartjen e nxënësve në arsim. Në vend që ato t'i ndajnë për kompanitë të cilët e kanë fituar të nderin për t'i mbartur nxënësit, ato i mbartin nxënësit në shkollë, a nuk kanë marrur parat që u takojnë. Ato parat i kanë ndajtur për kompanitë të cilët gjoja kanë bërë ndonjë punë, ato s'kanë bërë asnjë punë, veç që i kanë marrur lekët. Po mbasi do të vi në komunë, do të rënditet opinioni
i Gostivarit dhe mbar Maqedonisë se çfarë keq përdorime kanë bërë dhe çfarë kriminaliteti dhe si i kanë harxhuar për interesat e veta parat të cilat i kanë paguar tagramletësit e qytetit e Gostivarit. Pra paralajmëroni revizion nëse bëheni kryetari i komunës Po, për punët jo, që nuk do janë. bëj unë ato, do kërkohem për shkak se ka shumë keq përdorime. Një shembull do të marr, një shembull. Prandaj votuesit do më votojnë mua. Vetëm sallën e Këshillit që ka 50 karike, me 50 karike, e ka ndërtuar sallën me disa pajisje, ajo sallë për të ndërtuar me standardet e vendeve të zhvilluara të Evropës, mund të kushtonë 50 deri në 70.000 euro. Këta e kanë bërë 750.000 euro. 750.000 euro kushton një ndërtesë deri në 10 katë. Ja çfarë keq përdorime kanë bërë. Edhe qytetarët e dinë se për 8 vjet të shkuar, Gostivari është shkatruar, arsimi është shkatruar, kultura është shkatruar, infrastruktura është shkatruar, edhe prandaj nuk besoj që ato t'ju përmbahen urdhrave të liderëve të tyre. Zoti Taravari komentoi kandidaturën tuaj, ai tha se nëse do duhej vleni të identifikohet me një person, pa dyshim ky do të ishte Nevzat Bejta. Si e lexoni ju këtë koment? Unë nuk mirem me deklaratat e Taravarit, se ai njihet në politikën shqiptare si një politikan mashtrues, edhe një politikan i cili ka bë akrobacione që nuk e njeh politika as këtu në Maqedoni, as në Ballkanat në Evropë. Ai nuk është politikan, ai është një mashtrues. Edhe prandaj nuk e komentoj. Zoti Bejta tha që prisni mbështetje nga të gjithë, a keni miq ende në BDI që mund t'ju mbështesin juve dhe jo zotin Limani, meqense kishte edhe pakënaqësi brenda BDI-s, pasi nuk kishte kandidatin e vet BDI-ja në zgjedhje, por kandidatin nga partia e Taravarit. Faleminderit, po unë mendoj se shumica e antarëve dhe votuesve të BDI-s do mbështesin mua. Për shkak se unë nuk kam thonë asnjë fjalë të keqe për Ali Ahmetin, asnjëherë nuk e kam ofenduar Ali Ahmetin. Për 10 vjet të shkuar, Ali Ahmetin e ka ofenduar me ofendime aq të ulta dhe të rënda që tronditet edhe qielli dhe toka. Arben Taravari. Edhe nuk ka asnjë arsye që antari i BDI-s dhe votuesi i BDI-s ta votone kandidatin e Taravarit për shkak se ai i ka ofenduar edhe votuesit, edhe antarët, edhe ka ofenduar edhe Ali Ahmetin. Prandaj unë mendoj se shumica antarëve të BDI-s do të votojnë për mua. Zoti Sela braktisi koalicionin e AKI-s, a prisni mbështetje nga Aleanca e Selës, a keni pasur ndonjë komunikim, ndonjë kontakt, do ju mbështesin juve në këto zgjedhje ose Unë nuk kam pasur në kontakt me kryetarin Sela, por me qytetarët. Tash ato qytetarë, a i takojnë Aleancës së Selës, a i takojnë Aleancës së Arben Taravarit, po një pjesë e mirë e antarëve dhe votuesve të Aleancës do të mbështesin mua se më mbështesin për të mirën e qytetit të tyre, për të mirën e Gostivarit. Besoj se do mbështesin edhe votuesit e Aleancës së Selës. Thatë se keni mbështetjen e qeverisë, po a keni pasur komunikim me zotin Mickovski, VMRO-ja, a du t'ju mbështet në Gostivar, meqense ka një numër edhe maqedonasisht në Gostivar, por edhe ndonjë nga partit turkëve? Unë mendoj se e njoh mirë qytetin tim, edhe komunikoj me gjithë udhëhecit e gjithëve partive politike në qytetin tim. Unë mendoj se gjithë partit në qytetin tim, VMRO-ja, Vleni, një pjesë Aleancës, antarët e BDI-s, partit turke, partit rome, gjithë do mbështesin mua se e duan Gostivarin, edhe e duan Gostivarin e pastër, e duan me infrastrukturë të mirë. Nuk ka
rrugë në mbrendi të qytetit, mos flasim për rrugën në përfshatra, që nuk janë hapur ngropa, edhe qytetarët ato i përjetojnë çdo ditë se i shkatrojnë mjetet e udhëtimit e tyre, veturat e tyre. Po, zoti Beita, a do të merrni përgjegjësi personale nëse nuk i fitoni zgjedhjet? Do të tërhiqeni nga politika ose do të vazhdoni aktivitetin politik? Ndoshta do të synoni ndonjë post në ekzekutiv? Jo, unë jam çdo ditë prej orës 8 deri në orën 12 në kontakt me qytetarët. Nuk kam çka të marr përgjegjësi, unë kam marr përgjegjësi që jam kandidatuar për të mirën e qytetit të Gosivarit dhe unë e di se si mendojnë qytetarët e mi dhe unë do kem fitore të madhe nga qytetarët e Gosivarit. Mirë, shumë shkurt do doja t'ju pyes edhe për aktualitetin politik. BDI-a do të mbajë kongresin më 20 dhjetor. Zoti Ahmeti paralajmëroi ndryshime, reforma për shkak të rezultatit zgjedhor në zgjedhjet lokale. Prisni reformë thelbësore në BDI dhe sipas jush kush duhet të largohet nga funksionet partijake? Jo, unë jam kandidat i mundshëm për qytetin e Gosivarit. Ju dëshiroj shëndet e sukses në kongresin që do të mbahet. Edhe besoj që ato e kanë menduar mirë, le t'i zgjedhin ata të cilët ata mendojnë që janë më të mirët. Nëse reformohet BDI-a, e mendoni si opsion ndonjëherë rikthimin në BDI ose jo? Në politikë ndodhen gjithçka. Edhe na nuk jemi statik, por politikën e bëjmë në të mirën e qytetarëve. Nëse çdo gjë që shkon në të mirën e qytetarët dhe bëhet në mënyrë të natyrshme, është shumë jetë gjatë. Edhe besoj se do të shkon në të mirën e qytetarët. Edhe Vleni nga ana tjetër ka paralajmëruar shkrirjen në një parti, në kuadër të Vlenit, synoni ndonjë post? Jo, unë e kam pranuar detyrën që t'ju shërbej qytetarëve të Gosivarit dhe t'ja kthejmë bukurinë qytetit të Gosivarit. Të bëjmë punë që shkojnë në të mirën e qytetit të Gosivarit. A politikën në Vlen e çojnë liderët e Vlenit. Edhe unë do ju përmban gjitha rregullave që janë në të mirën e qytetarëve tonë dhe në mirën e qytetarëve të Gosivarit. Shumë shkurt atëherë për në fund, cilat do ishin 3 prioritetet kryesore në 100 ditët e parë të mandatit nëse fitoni zgjedhjet? Do t'i prezentojmë atë kur do të bëjmë prezentimin tem në hapjen e fushatës, se jam në kontakt me qytetarët dhe nuk plotësoj dëshirat e mia, po unë duhet plotësoj kërkesat e qytetarët. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ndoqët intervistën, vazhdojmë me zhvillimet e tjera të ditës.